pash, që atë ditë që doli, edhe deri mbrëmë, të tëra qepte që ku kësha kalua më keme jepte ajo, po tërë të që e kësha bërë të punë mënë. Edhe mbrëmë jepnin ata, edhe pandaj u thash, unë ju falenderoj, që respekt, që bërni një respekt për njerëzit. Sa vite ke që po pres? 12 vjet. Ke folur, ke komunikuar? Po deri po vani, sa kohë kam folur, më të rrisin baba forca. Sa vite ke që nuk komunikon, nuk flet? Po sa pa bëj 1 vit, 2 vjet pa bëqës. Se ajo mbese madhe, është martua dhe ka lindur një djalë ati. Neret më shumë atje tashi. Se unë këshe një të smur djalën këtu 3 vjet, edhe ato më toshin baba, pëse na dorëzove, më i bje babajt po. Kështu e kam punën. Me institucionet, keni folur në Shqipëri? Nuk është vetëm këtu njërën e shtata, herë një këtu ata dhe pasëm të shtume. Rama kur doli atë, tha që do t'i nxjerrin ta, po do t'i ruajnë ta se mos na i vrasnin ta. Si e mban mend bisedat e fundit që ke pasur me mikët? Po të tregoj tash ato baba s'ka tjetër. Baba. Mbesat. Edhe unë ju kam qëndruar, që më pyet. Ajo në kush është bërë gjyshe dhe kush ka një pri, letë më thotë që kështu i kam unë. Duke qenë se këto ditë ka pasur zhvillime, a keni shpresa që edhe Nipri dhe Mbesa duhet të kthehen? Dëgjoj. Unë që jam 90 vjet, shpresa gjeja ditë që të mbyt syt. Që më të rresin baba. Më shumë të rresin ata se më të rresin dimët. Edhe pandaj. Si s'kam shpresë. Çfarë i kërkon shteti? Po shteti të kërkojnë ndihmë. Shteti më ka ndihmuar që çova djalën në Turqi, tërë ato. Nga bisedat që ke bërë me Nipri dhe Mbesat, ata duan të kthehen në Shqipëri? Çfarë thonë? Çfarë kanë thënë ata? Ato që thonë? Baba thonë, e një tash. Po duan të kthehen? Po e një po them, baba, më thëreta e mesmja. Se ajo s'ndashet për meje. Ajo s'binde në kopë, po të më se shpinje unë. Pra kërkojnë të kthehen? Duan të kthehen? Po pse nuk kthehen? Janë të zënë në burg atje. Të kanë folur për kushtet që kanë atje? Kushtet? Po le kushtet të thatë, ju e keni marrë vesh, e unë e kam marrë vesh. E o se këto le që mi japin që më tonë ato, ta shi dhe unë kam tërguar leka ati. Se kush i ha nuk e di. Nuk e di, ju po ka tërguar para që këte janë ndër? Që i të tua ndër kam tërguar. Vetëm ti kem Mbesat me Niprin. Keni mundësi ta ndiqni në rrugë zyrtare këtë situatë apo jeni? Në zyrtare dakord, me para jo sa që jam pensionist vetë. Çfarë i thua shtetit në këtë rast? Shteti të kërkoj ndihmë. Si që kërkova për djalin që ma shpu i Turqi, ashtu kërkoj edhe këtë shtetit unë. Unë i kam kërkuar dhe kërkoj prapë. Dhe s'di se shdo të ashtu me atë ministën të ashtu që hiqet si e zgjuar si ashtu, po se kap do të. Që ti the... I keni bërë letra gjë? Po është letra të që më zmeresh me letra me. Kujtë unë, ato nga ato s'punoj do të unë. Pandaj tim. Si ka qenë gjendja shëndetësore e Niprëve dhe Mbesave atje? Kanë qenë të sëmure, kanë qenë të ashtu. Kanë qenë, si shumë ka tërguar Mbesa e madhe. Atë Mbesën e madhe e nderoj, falenderoj se
i ati ju vra dhe jema, edhe qëndroj trime. 15-16 vjeç, ajo qëndroj të vlezin, djalin e saj, të motrat, i rriti. E nderoj atë që të vi këtu, nuk dihet se të mbaj. Sa vjeç janë sot? Po vete 22 madhja. Po me i vogli? Po i vogli mund të jenë 2 ditë nga 7 vjeç, ajo mbeska tjetër, se një muaj që është kur iku ajo mbesa. Lyreki. Atje i kanë kërcënuar, i kanë dhunuar? Po dhe ka atje se s'kanë krata të mintë. Siç edhe mbem që jetë, ajo kështu ishte. Janë 22 gra në Siri. Janë 8 burra. E jetë ajo mbem. Po e pyes përsëri, përsa i përket, duke qenë se ka pasur raste, a mendoni që edhe një prindë mbesa tuaja mund të kthehen të paktën në këtë valë kthimesh? Allah, Pavarësisht se operacionet që bën Zoti ti, struktura shtetërore janë sekreta. dakord jam me juve, unë pse u thash që se të e parë ju falendero, ju bej, po ndaj sa e mora vesh, ata më thërrit në qëndroj që nuk qëndroj në, thash do ikë, se kare qa. Këto 2-3 ditë, keni pasur nga policia ndonjë komunikim në gjë? Jo, s'kam patur gjikund. Vetëm një nga gazetar. Okej. Ai më erdhi mbem, natën. Ai më njinte tamam, unë se njënjë se e bërë mosha tash i tëra. Pasaj më tërgoj që janë pilanë, syrë të i pilanë, edhe me të ishe sot. E marrësh. Në çfarë gjendje jeni tani, familjarisht? Jeni në gjendje të vështirë ekonomike, situatë të vështirë? Ore, tash po të jetë që të jetë si preson unë, se s'kam tash unë. Unë jam në rregull, se unë marrë mi 400 e sa mi. Se kam punuar aty në 10. Pra, i përballoni kostot në rast se do ju kërkojnë kosto shteti? Po tash edhe ju i bëjë si vese. Marrim ilaçe, marrim. Shumë faleminderit. Edhe Deri do Zoti të kthejë.